Zëvendës kryeministja Belinda Balluku po kalon momente të vështira në karrierën e saj. Tashmë, ajo është marrë e pandehur nga SPAK. Por, pavarësisht kësaj, ajo vijon punën si ministre. Belinda nuk është shpesh e lehtë për t'u përballuar, pasi ajo ka vite në politikë dhe e di strategjinë se si të marrë me vete këdo nëse ajo do të rrezikohet. I gjithë rrethi i saj i ngushtë në ministri qëndrojnë në zyrë me dyert të mbyllura, sepse nuk e dinë se çfarë mund të sjellë nesërmja dhe çfarë provash të reja mund të sigurojë SPAK-u kundër tyre. Ndërkohë që shumë prej punonjësve kanë firmosur dokumenta që nuk duhet t'i firmosnin. Në këtë gryk të madhe të korrupsionit është zbuluar një zhvillim tejet interesant. Në vitin 2001 në ministri punonte një specialiste mjaft e zonja që kishte mbaruar me 10 absolute. Specialistes me iniciale GS ju kaluan disa dokumente për t'i firmosur. Kur ajo pas se kishte shkelje, refuzoi të hidhte firmën. Pas disa ditësh i erdhi urdhri, nëse nuk firmos, ja ku është dera, vazhdo, mund ta lësh punën. Edhe pse ajo argumentoi se kishte shkelje të rënda ligjore, askush nuk e mori parasysh dhe ajo nën presion për të firmosur, ka dhënë ndërheqjen. E mbetur pa punë, vendosi të largohet në Suedi. Atje ka filluar punë në një restorant, ku lan pjata. Paralelisht, po bënte disa kurse që t'i njihet shkolla që ka mbaruar në Shqipëri. E pyetur në telefon nga organet e drejtësisë shqiptare për rreth kohës që ajo ka punuar në ministri, tha: "Unë jam e lumtur që sot la jenët në restorantet e Suedis dhe nuk mora pjesë në korrupsion. Nuk e kam patur jetën e lehtë pasi u largova nga puna, por ndërgjegjja e qetë është jastëku më i mirë për çdo njeri. Ish koleget e mia që dikur talleshin me mua, sot nuk vënë dot gjumë në sy, sepse e dinë që drejtësia një ditë do të trokas në dyert e tyre."